ishte një nga personazhet më të dashurat të publikut për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, po flasim për Loredana Bratin, e cila së fundmi ka festuar ditëlindjen e saj. Ish banorja e shtëpisë së famshme këtë ditë të veçantë festoi mes miqve të saj më të afërt. Nga fotot e publikuara, u pa dhe mbishkrimi interesant në tort. Ngelim me të ëmbla, ngelim me makarona, unë dua tort. Ishte mbishkrimi në tortën e saj, teksa Loredana shfaqej në forma të shkëlqyer. Nga ana tjetër, Joz Marku ka surprizuar fancat, duke bërë një urim për ditëlindjen e Loredanës përmes një postimi në Instagram. Ai ndau një foto të saj me tortën e ditëlindjes duke shoqëruar me një emoji. Ky gjest i Jozit duket se konfirmon se lidhja e tyre vazhdon të jetë e fortë, edhe pse dyshe nuk janë ekspozuar shumë kohë të fundit në rrjetet sociale. Kujtojmë se ata kanë qenë bashkë në shtëpinë e famshme, por pas daljes dhe pas skandalit të shpullës, nuk u bëhet ditur asgjë për to. Por nuk përfundoi me kaq. Joz Marku i ka bërë një super surprizë Loredanës, teksa ka bërë një postim të rrallë ku urimi i tij shfaqet në sytë e miliona njerëzve në New York. Dhe nga kjo, kuptojmë se çifti ka lënë pas krave hatërmbetjet.